Kemi një vajzë që është rritur në një shtëpi ku jati kishte xhelozi patologjike, ekstreme ndaj tjëmës. Dhe Klodiana, pseudonimi, thotë që sot nuk arrin dot të krijojë një lidhje. E ka të vështirë vetëm me atë që ka parë. Ndërkohë, edhe akoma më e vështirë se sa rasti i Danielës, që kishte trauma, po të paktën besoi te dikush tjetër e pa. Kurse Klodiana e ka parë tek njeriu i parë, te mashkulli i parë i jetës vet. Klodiana? Po, jam këtu. Ja aty. Po janë diçka? Klodi, qa kujton ti nga fëmijëria? Qa janë, në qoftë se tash në këtë moment, qa fotografie të del direkt para? Model një nën submissive, pra e munguar, model një femër e trëmbur, që të saj ishin si një drenush e kapur në qark. Edhe model ajo erdhi gjithmonë çdo pasdite që ai vinte nga puna. E kapte kështu si ankth, erdhi babi. Po, si tik nervor që çdo gjë duhet ishte perfekte, që ti minimizonte një arsye për të shpërthyer sërish. Kjo është adoleshenca ime e më së shumti e çdo ditë të jetës time. Duhet isha perfekte, duhet bëja punë, mos të ndihesha, të isha shoqja e mamit, të ruaja mamin dhe të raportoja. Kjo ishte detyra ime. Unë nuk kisha asnjë drejt kërkoja më shumë se kaq. Dhe nga ana tjetër, kisha këtë nënën që kur ishin vetëm, ja rritnin lotët, që punonte dhe qante, që punonte dhe kërkonte të dinte pse u ka ta ndis ashtu. Pse, ku gaboj që u ka ta ndis ashtu. Sa fëmijë jeni juve? Ne jemi 2 fëmijë, çdo gjë dukej sikur ishte okay, 5 vite, 10 vitet e para të martesës tyre. Kjo xhelozia ishte pak e kamufluar si një xhelozi prej dashurisë. Ndoshta ke qenë ti e vëllai për ta kuptuar. Ndoshta, po, deri në atë moment unë s'kisha kuptuar gjë, më dukeshin si çdo familje, asgjë përtej asaj. Madje e bëj mund edhe ti më të qeshur, të buzëqeshur. Dhe sa më shumë dështonte ai në punët e veta, në arritjet e veta, në mendimet e veta, aq më shumë bëhej agresiv ndaj saj. Pra faji ishte i saj, se si heci, se su bë. Sa i se ka mundjen të qetë, se qa po ndodh. Do me thënë, a i donte të punonte, po ndërkohë mundjen dhe sy donte t'i linte në shtëpi dhe kjo gjë nuk shkonte bashk. Martuar me dashuri? Jo. Theksoj që i mat ishte një djalë fantastik, do me thënë nëse do shihej në sy të jashtëm, nuk ishte një dytë si ai. Edhe sa mirë që gjeti dhe këtë vajzën që punonte shumë, që ishte shumë e bukur që ndërtuan këtë familje, që kishe fëmijët perfekt, që foto ishte perfekte. Por, sa më shumë vite kalonin, gjërat po çedonin dhe më shumë. Unë i pashën edhe para, ne kemi qenë në plazh dhe ai u bë xheloz për rrobat e banjës së saj. Ndërkohë që çdo vit ne shkonim në plazh, nuk është se ishte një eveniment i rrallë, i asaj vere. Unë isha në prag të adoleshencës dhe po shija shenjat e dëgjoja biseda që më parë nuk ishin ardhur në veshin tim. Dua të rritë skena e plazhit. Ku e kuptove ti që u bë xheloz? Bërtiti, e ktheu në shtëpi, shkondrou, ç'a ndodhi? Kur vinim në shtëpi, kishte një gjyq të hapur në orë të tëra. Pse qeshe shumë, pse u vonove kur shkova te deti, ç'a ndodhi, pse vonohesh në mëngjes kur do të ikim dhe ti duhet jesh gati, po pse fjetë çik më shumë gjumë. Do me thënë dhe kur ajo flinte gjumë, se i vinte të flinte gjumë, dyshimi i tij ishte se mos ishte ngrit natën dhe ky s'kishte parë gjë. Ime më punonte shumë orë, një profesion të lirë, të cilën duhet ta ushtronte në shtëpi, sepse nëse ajo dilte nga dera e shtëpisë, kontrolli humbiste dhe nuk i duhej më timati që ajo të punonte. Pra ajo kishte zgjedhur që mendjen ta humbiste me punë, të rriste fëmijët e saj në ato kushte që dikush tjetër ja kishte diktuar, dhe ajo i kishte pranuar. Pra ajo kishte pranuar, mjafton të punonte. Po që në fillim ka qenë kështu?
Jo, ju ime më thot që ka qenë xheloz, po i hit të xhelozit si formë shakaje. Duke jetuar të dy bashkë, ndoshta ai dhe nuk suportoi dot idenë që ime më u bë shumë e suksesshme, dëgjuar që ishte një grua që më shumë flitej mirë për të se për t'i matë. Pra, u duk sikur këto dy pastaj kishin dhe një konflikt të brendshëm për te xhelozi, sikur rivalitet. Pjesa e punës, qofse flasim pak që në fillimet tona, kush e ka mbuluar punën ka qenë burri. Pra, nga arketipet e hershme që neve kemi trashëguar, është që burri është provider, pra ai që jep në familje ose sjell. Edhe kjo pjesa e punës, në të vërtetë, nëse ne shkojmë pak më shumë në thellësi, kemi kuptuar që nëse gruaja, është më suksesshme, sjell më shumë vlerë në shtëpi, i merr pikërisht rolin e këtij që është dhënë nga shoqëria prej shumë kohësh. Dhe duke ja marrë të rol, shikoj dhe pak si si një konkurrencë. Konkurrencë mes tyre. Më vonë kam analizuar dhe kam kuptuar që edhe kjo ishte mes tyre. Dhe kjo ishte sepse ajo ishte shumë e zonja në atë që bënte dhe ajo arriti të bënte një emër dhe pse qëndronte në shtëpinë e saj pa dalë kurrë nga muret e shtëpisë dhe pse shërbimi që ofronte ishte një shërbim vetëm për femra, ai sërish dyshonte që këto femrat që vinin i sillnin letra dashurie ti mamoja, apo këto femrat që vinin e prezantonin këto dhe çonin zërin për këto femër diku gjatë. Ka shërbyer ky si moment për ta shfaqur me të vërtetë ato që ka ruajtur për shumë kohë të fshehur. Që kishte akumuluar, po. Pra ai kishte një mendim shumë obsesiv, kompulsiv, që e besonte dhe i besonte verbërisht dhe sa më shumë ne e kundërshtonim, më shumë ai e besonte që ai ishte të drejtë, gjithë të tjerët s'kishin të drejtë, ai e kishte ishte shumë i saktë në atë që mendonte dhe ishte ashtu dhe pikë. Ka pas në një moment që mami ka bërë kundërshtim, rezistencë? Një më nuk e kishte këtë aftësi të kundërshtonte me këmbgulje, me të drejtë, pak me agresivitet nuk e bënte. Ajo ishte shumë paqësore, shumë e butë. Dhe fakti që për shumë vitesh kjo kishte mbajt këtë dhunën e lehtë psikologjike, e kishte mposhtur atë, ja kishte humbur vlera. Ajo nuk i dinte vlerat e veta. Ajo ishte një robot që duhet se s'bën të kënaqte zotrin, edhe triste fëmijët. Kaq, këto ishin detyrat e saj. Dhe ajo e besonte këtë gjë dhe e beson edhe sot. Edhe sot, është. Po. Nga një të çrregulluar janë bërë dy, sepse të jetosh me një të çrregulluar për shumë vite është shumë e vështirë. Është kaq e vështirë të ndash k dhe k pas asaj, sa unë nuk di ta shpjegoj. Si është sot? Me shumë sakrificash dhe këmbguljes time, ai tani është nën medikamente dhe është më i qetë. Edhe kur është ai më i qetë, që ne jemi më të qetë. Sepse unë kisha këtë ndjenjën e të mërshme të fajt, që një pjesë time ne kisha lënë pas, edhe unë s'isha aty, pse më traumatizuan, më mbushën shpirtin, po të paktën unë isha prezente, unë isha katalizatori i saj, që ajo të shprehej, të qante, më thoshte një fjalë më shumë. Pastaj unë ika pas jetën time dhe e lash pas, e lash vetëm. Dhe kisha një barë kaq të madhe faji, sa nuk mundesha. Dhe sa herë shkoja e vetmi agresore në atë mes isha unë, që mund ta kundërshtoja. Unë isha zëri dhe për të. Nëse kjo më dëmtoi shumë dhe mua, dëmtoi imazhin e Timatit në sytë e mi, dëmtoi marrëdhëniet që unë kisha me meshkujt. Unë isha pak më agresive nga ç'tuaj, që është e vërteta. Por një gjë e bëra mirë, arrita ta vija nën mjekime dhe tani është nën mjekime dhe është i qetë. Kur thua bën gjyq, ishte një gjyq vetëm në të shprehur apo kishte edhe skena që Ishte një dhunë psikologjike dhe një gjyq e tipit, nëse kjo do dilte një herë në vit, sepse sigurisht nuk mund të dilte pa një pjesëtar familje, me një orë të limituar, kur nuk ishte natë, kur kishte shumë kërkesa në atë mes nëse ajo do dilte. Dhe kur vinim, për shembull, kishim dalë, do vinim, ai do niste do më pyeste, çfarë rrugë kaluat? Ku qëndruat përveç atij vendi që shkuat? Me ku shkëmbyet rruga? Po kjo vazhdonte për orë të tëra, sa të rridhni lotës se ti nuk mund të shpjegoja më shumë se kaq, të shpjegoja çfarë, ndoshta nuk mbaja mend, ndoshta të shpëtonte dhe herën tjetër thoshe një fjalë më shumë dhe aty fillonte
Ishte nga fillimi. Ai arriti deri aty sa nuk flinte natën sepse duhet të ruante ti me mos e mos zgjohej dhe dilte. Aftu se ishte një zog. Xhelozi patologjik edhe nëse kontrollon çdo gjë, prap ndihet se nuk mundet kontrolluar, Dhe prap sepse ai në mendjen e mendonte njeriut që ka kontroll, kështu që Absolutisht, që është historia e shkopën e tij. Po në dasma kështu, shkodë mami në këto darka familjare? Nëse dasmat ishin nga shokët e tij, njerëzit që njihte ai shkonte vetëm. Nëse dasmat ishin të afërta tona, do ta merrte edhe mamin, edhe bënte si njeriu më liberal dhe më i mirë i mundshëm, se gjë që do bëj kur do vinim në shtëpi. Shkartoj, më vjen keq që ti ke qenë e vetmja që ke rezistuar aty, sepse duhet rezistonte, fakt duhet ishte mami e para që të bënte rezistencë. Me më arriti deri aty sa kishte një ankth të tmerrshëm nëse dilte nga shtëpia. Domethënë për atë mund të rrinte 3 vite pa dal nga shtëpia, më mirë mos dilte, që duronte gjithë ato se sa dilte dhe duronte skenat. E para. Dhe e dyta, ajo humbi aftësinë e saj për të kundërshtuar me një zë më të lartë, sepse nuk e kishte kurrë atë zërin. Në zëri sa vinte dhe i ulej, nuk u ngrit kurrë, nuk mundej të ngrihej më. me ju ishte Me ne jo, me mua kur. Asnjëherë unë nuk llogaritesha, gjithë fokusi ishte vetëm për të. Dhe çfarë po ndodhte ajo, çfarë bënte ajo, çfarë mendonte ajo. Nëse unë isha adoleshente apo vendosa tikja nga shtëpia një ditë të bukur, ishte fajn. Kundërshtonte vetëm pak në fillim, por rebelizmin tim nuk e mbyste dot, kështu që më linte. Je lidhur tani si e në këtë moment? Së pari, duke ikur nga shtëpia, mora me vete shumë trauma. Dhe sa herë dilja, mund t'isha 20 vjeç apo 22. Asnjë mashkull nuk më ka parë më shumë se 2 herë në një takim. Sepse unë shkoja te ky takimi dhe me vete kisha këtë lupun e madhe për t'i parë këtyre njerëzve gabimet. Dhe nëse unë u hasja një shenjë xhelozie, unë ikja, sepse nuk mund më burgosnin njësoj. Në mendjen time ishte ky alarmi kaq i madh, lirinë e shijoja, por nuk më duheshin lidhjat. Për mua, unë isha shumë mirë vetëm, ç'e doja unë lidhje. Po tani çfarë mendon për këtë? Por vitet kaluan dhe kuptova që kisha ngel shumë pas. Të më vinte keq për rinin time, për këtë vajzën që nuk eksperimentoi fare, që nuk dashuroi, që se la veten të lirë. Dhe fillova pak nga pak të hyja, duke lexuar shumë, duke punuar me veten, duke toleruar nga pak. Tani jam në një lidhje, nuk është më e shëndetshme e mundshme dhe shpesh herë ajo që i trazon ujërat jam unë, me sa duket kam edhe pak punë për të bërë. Në ç'kuptimi të razonuar? Ç'a bën ti? Unë jam ata të dy në një person. Unë njerë jam si madh dhe njerë jam si me më. Dhe pastaj vi si vetja shumë rrallë. Pra nëse unë do ta nuhas që po më gënjen ose po devion, unë jam një babai im i dytë, për këtë më vjen shumë keq. Ti të kape një ti ankth xhelozie, bëhesh kontrolluese? Bëhem kontrolluese, po. Bëhem kontrolluese. Dhe kur e kupton që po bëhesh, e kupton shpejt, e bledh veten direkt apo do shkosh deri, do ta shlirosh komplet atë që ke për të thënë? Po, do ta shkruaj atë që kam për të thënë, edhe pastaj do mbledh pjesët që kanë mbetur dhe do t'i bëj bashk. Të është përsëritur shpesh kjo? Po, historitë mirë fillta 2 kam pas, edhe pse jam 30 vjeçë, që do t'i etiketoja si historitë vërteta, lidhjet vërteta, të qëndrueshme, sepse të tjerat unë nuk mundesha, unë hyra shumë vonë në gjithë këtë lojë, sepse nuk mundesha, kisha një ankth të tmerrshëm. Po për fëmijë ke menduar, ç'a do kur mendon që të bësh fëmijë? Po, kam menduar. Kam menduar dhe është vetmja gjë që e dua shumë në këtë moment, se disa gjëra i kam arritur edhe kam kuptuar që kjo gjëja nuk ka fund, po ta mbush dhe unë pak shpirtin tim, mos ngelem vetëm fëmia e prindërve të mi, po të provoj dhe gjëra më të larta se aq. Nëse mua më vjen mirë, Klodiana, më vjen shumë mirë për shumë gra që marrin këtu, që janë një përfaqësuese, domethënë, jashtëzakonshme këtij vendi që punoj me veten, edhe mënyra se si ajo shprehet që në fillim, domethënë duket që Klodiana kishte ardhur përgatitur sepse është përgatitur gjatë këtyre viteve, ka analizuar, e ka parë situatën
Kam lexuar shumë, nuk kam lënë libër, pa lexuar psikologjik të zhvillimit, kam bërë një vit psikoterapi sepse doja të njeh veten, unë doja ta zhvisha veten nga ajo barr që më rëndonte shpirtin. Shumë e bukur kjo, ta zhvisha veten nga ajo gjë që të kishte rënduar. A ke ndonjë keqardhje për babin? Rrall, e kam shumë rrall. Kur nuk ndjej dashuri të madhe për të, ndihem keq. Po pastaj mendoj që kur nuk e ktheu syt nga fëmijët e tij, dhe s'ishim kur prioritet, apo ta zgjaste dorën, apo të na përkëdhelte, apo t'i binte njëherë telefonit tim si një vajzë e re në mes të Tiranës, se ku kisha ngecur unë. Kur nuk e bëri. Interesante se si këta fokusohen tek një njeri vetëm, duke harruar, ndërkohë ti ke motër apo vlla? Vlla, kam një vlla. Unë jam e vetmja, më e vogla, më rebelja. Femër tjetër po ta marrë që xhelozise Jo fare, kur me mua, as për veshje. jo si për gjurit, mini fundin goca mund ta vesh. Po, e kam parë dhe në raste tjera, këto që janë xheloz vetëm për partneren. E shkarkojnë gjithë atë energjinë aty. Po fëmijët tamam lën pas dore, domethënë se nga një anë është ajo para se ti të kuptosh se çfarë po ndodh me babain, nga ana tjetër është i vëmendje që do ta ndajë me fëmijët dhe ai nuk e ndan. Me ne të tëra qaja, që pse shoqet e mia thoshin, po më vjen babit më marri dhe imi kur nuk më telefononte. Dhe unë e pyesa veten njësoj si me më, po çka kam bërë unë? Çka kam bërë unë për mos ta merituar minimumin e dashurisë? Historisë e babait tënd, në fakt unë më kujtohet që kam dëgjuar shumë dhe thash që kam edhe familjen time. Ka shumë. Ja kaluar me ëmbës është çik xheloz. Jo, kjo do të thonë fëmijët. Gratë kanë mbajtur si thua brenda shtëpisë. E mbaj unë këtë. Më radhë do ta kaloj se ç'kemi ca kështu. Po, edhe zhvillohet një lloj patologjie dhe ajo ndoshta edhe gruaja sikur fillon e do atë. Patjetër. Është unë në sytë e një të rriturit që i shet tani, jam plotësisht e vetëdijshme që ajo është një fëmijë për atë. Do me thonë, ajo nuk është gruaja që të ngrihet dhe të kërkoj drejtat e vet, ajo s'mund ta bëjë se ka bërë kur, nuk e bën dot më. Pra janë dy të zhregulluar që rrin bashkë. Kaq. Ndoshta edhe po të dali, po ta laj, nuk di ç'a të bëj. Po ka një efekt që ndodh në trurin tonë në momentin që truri kalon një gjendje homostaze, quhet ose përshtatet me situatën e jashtme, ajo i duket normale dhe nuk prirret ta ndryshojë. Po, vërtet. E pranon edhe qëndron, po. Okej, të falenderoj shumë dhe të uroj që Faleminderit shumë. ta bësh ti, po edhe fëmijët këtë një baba ku të keni një lidhje shumë të mirë dhe Të shëndetshme. Unë e di që ti e the direkt do bëj fëmijë, po mendoj edhe babai se ka dhe lidhje të mira, edhe ti do ta kesh sepse je mençur. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Çfarë lloj shqetësimi, çfarë ngarkese në tru. Sa e tmerrshme. Edhe e kaloj të fëmijës, edhe ai që bëhet xheloz patologjik, merr nga familja, edhe ata të tjerë që jetojnë me një xheloz patologjik që nuk është direkt me ta, zhvillojnë trauma edhe komplekse në gjatë gjithë jetës, duke shpresuar që i zgjidhin me forcën e vet që u vjen natyrshëm ose duke kërkuar se nuk kanë çfarë bëjnë tjetër, por ka gjëra që neve mund edhe t'i japim konkret, pra në këto raste, po të shikosh ato, nëse u bën rezistencë, ndryshojnë sjellje, mund t'ja bëjmë, nëse ti u bllokon rrugët dhe kupton që ky person po të dëmton, ata heqin dorë, dhe këto janë mesazhe shumë të mira që neve mund t'ju japim njerëzve, sepse jetojnë. Dhe unë njoh shumë raste që dhe i takoj në përditshmëri, domethënë më tregojnë nga familjarët e tyre, njerëz që i takoj rastësisht për shërbime të caktuara më tregojnë këto dhe duken kaq normale kur ti rrëfejnë. Mund t'i thon kështu si diçka të zakonshme. Të tregoj raste që që kanë ndaluar që kanë mbyllur. Jo, që janë akoma. Janë akoma. Shikoj, më ke thënë një herë mbaj mend që tek webi që ke themeluar psikolog online, më ke thënë që marrin shumë gra që jetojnë jashtë dhe janë të mbyllura në shtëpi, që janë nga Shqipëria dhe Kosova. Janë të mbyllura, janë të izoluara, që ndrojnë në mes të Europës, që ndrojnë të mbyllura, ku ka një akses jashtëzakonshëm për të zhvilluar si persona. Çfarë arsyetimi mbyllen? Partneri që nuk dëshiron që ata të punojnë. S'do të dalin jashtë fare. Janë familjarët që i shtyn ndonjëherë, janë vetë familja e partnerit që thotë nuk ka pse të punoj gruaja, siç e kishim një rast që nuk erdhi javës kaluar, që nuk punonte, pra janë familjar që e shtyn, ose ka edhe partnerë që kanë këto mendime paranojake, që
nuk ka frikën që nëse ajo bëhet shumë e suksesshme, atëherë do më lër. Ose po doli atë Merkosi këto të Europës të Janë edhe këto paragjykimet. Më thënë janë vajza shumë të reja që janë të mbyllura. Që këto të mbyllura marrin telefon sepse e kuptojnë vetë. Ndonjëherë sjell partnerit, e di pse, sepse ata kur bëjnë lindjen, kishim dhe rastin më herët, ndodh depresioni postpartum, edhe ata mendojnë që kjo ka një problem nga lindja. Por më pas ajo rrofen që shiko, është lindja në vetvete, por unë kam këto gjëra të tjera që unë jam mbyllur këtu, nuk kam çfarë bëj. Vetmi komunikim është me familjarët përmes kamerës. Dhe ka raste që sjell vet partneri, po pastaj zbulohet gjithë dinamika ku qëndron problemi vërtet dhe kanë shumë pak raste që ballafaqohen, sepse unë i kërkoj, të vi dhe partneri, flasim dhe me të. Ja, është vështirë kjo për shqiptarët. Por nuk pranojnë. Kemi pas dhe raste që vinë vetë për djemt, që thonë unë kam këtë problem, dua ta zgjidh, pra janë të vetëdijshëm. Prandaj është një gjë e mirë që xhelozia patologjike trajtohet, po trajtohet nëse personi ka dëshirë.